Unë jam Eliona, edhe sot kemi ardhur vetëm 20 minuta larg Prishtinës. Jemi në fshatin Mramor. Apo më tregon sa e keni orën? Këtë Mramor një orë kushton 4.000 euro. Thënë drejtën, e kena marrë 80 euro një orë. Sa ishte një vill? Një vill është 186.000 euro pa çmime. Me marrë gjysmën e Prishtinës se kisha pranuar me këtë. A je gjendje me e lanë Prishtinën për me orën? Po pasha zotin as më bu me më thonë 2 herë dhëna. Testament ja ku milionën. Njerëzën e bazë ju kisha lënë amanet më sma. Përshëndetje miqtë mi, unë jam Eliona, edhe sot kemi ardhur vetëm 20 minuta larg Prishtinës. Jemi në fshatin Mramor, e sot kemi ardhur me pasi çysh funksionon jetesa në këtë fshat, me çka mirë njerëzit e këtij fshati edhe shumë çka tjetër. Për më shumë e jani bashkë me mua. Miqtë mi, jemi tash tu hecë rrugëve të fshatit Mramor, edhe unë tani po gjendem afër një shtëpisë të vjetër, një shtëpi shumë e vjetër që unë për veta nuk e kam rri, po që e dim pak a shumë prej historive që na kanë tregu para arsit tonë. Po shihet se shtëpia është shumë e vjetër edhe rënume, edhe po shihet një pjesë ku veç po dihet se është e shkatruar prej kohës së mëhershme. Afër meje këtu po shihen edhe disa shtëpi të cilat janë ende të mbijetuara, edhe që po kanë edhe pjesë me bujqësi. Po shohim edhe pula afër neve, pas pak do ta keni rastin edhe ju që të shihni. Gjithashtu ne po tentojmë edhe pak të kemi në qasje disa njerëz të cilët jetojnë në këtë fshat, edhe që kena me marrë shumë informacione rreth këtij fshatit se çysh është i mbijetuar ky fshat hala përveç villave që janë të ndërtuar tash për tash. E jani bashkë me mu, edhe qojmë se kanë mujna me e taku sot, edhe çka mundu me na thonë për fshatin Mramor. Po e shohim se kjo shtëpi e ka një dry këto, edhe po vrehet nga pamja këto që është e jetueshme. E a mundemi me e gjetë dikon prej kësaj shtëpie ose prej ndonjëres prej tyre, do ta shohim pas pak me cilën e kemi rastin me na tregu shumë rrëfime nga ky vend. Gjatë rrugës që ne po ecim fshatin Mramor, po shohim se afër meje ka edhe mjetet bujqësisë me cilat po tregojnë se ky fshat merret kryesisht me bujqësi. Ne po presim gjatë rrugës që po e bëjmë këto me taku dikon një banor prej këtij fshati, me na tregu pak a shumë se çysh është jeta në këtë fshat, historia e krejtita e tyre që e bëjnë këto. Mbrapa meje po shihet një villë luksoze e cila është në ndërtim e sipër. Apo i kthehet jeta këtij fshati Mramor, apo jo, mbetet se na tregojnë banorët e këtij fshati. Miqtë mi, gjatë rrugës që ne po ecim këtu në fshatin Mramor, e kemi rastin me e taku edhe një person i cili ka ardhur nga Rrugova e Pejës, e deri në Prishtinë, pas Prishtinës ka ardhur në Mramor për ta ndërtuar një villë luksoze, e cila po është edhe kjo në ndërtim e sipër. Ne kemi rastin që të bisedojmë me biznesaren edhe të na tregoj si ka ardhur deri këto, edhe për çfarë arsye e ka zgjedhur Mramorin që të jetojë këto. Biznesar, përshëndetje. Si jeni? Tregom çka jetu bë këto. Unë jam të bëhe për zdyti, se më ka ndonë një bafasi, një tragedi, më ka ndonë pak të kom pas drunit, një vill. Keni pas vill ma herët? Po, kemi pas ma herët, po rryrë ma adopt, edhe ma ka dje krejt komplet. Tash jetu e ndërtur të re? Tash jetu e ndërtur dytën. Qysh po të hecim punë? Si pas planit mirë, kam shkonë Sushnija, falimderit Sushnijës, të Shamirt, nuk ka kur fa pengese, veç një e kësha thonë që kesh me Mramor s'kisha besu kur. Unë e ke tjetër ka jam, me rëngji, pasha zotin këtu, ma kalon shumë për shtypin. Unë të rego dhe pak ma heret se prej nga jeni po të regon edhe ti pak për... Unë prej adhen jam Prishtinali kështu, në atë kuptimi, po rrojt i kam Rrugovës, Kelmendja me fes, edhe kur e kom pa këtu së në ballë në Rrugova atjeve që këtu, unë pak një smuje kam me të marjëm, edhe natësia mbi detare është 2030, edhe më ka pi operacioni Turkisë, më ka këfjell, këtu. Dhe më thonë, e keni tumorin edhe gjatë kësaj kohë që jo kujdesni për shëndetin e ju vini në Mramor. Po. Apo ju bën kjo mundi i qetë, i pastër? Çdo sen, a beson që në shpejt kur shkej me hangër diçka ha shumë pak, kur të vi këtu ha shumë. S'ndimu nalë, tani ketë shokët e tasha mirë, ketë i kem prupit lazës tem, ku jem top hani me banim, ketë qëtu i kem pru gati 20 veti kem pru qëtu. Çka të kanë ndihmu shokët rreth kësaj ville? Rreksire ketë me pagese, me ketë mi kanë krye. Me tokë, me krejtë.
Sa ka kushu kjo villë me ndërtu prej Po tash, fillimit e deri tash? villa mu më kanë falë, aty më kanë pruve për shok dashamirë. Tani ajo u djeg, po tash këto shok, çata që më kanë pru, apet më kanë ndihmuar, po dikun rreth. Sa e keni ble arin këto? Këto arin që e kom ble, unë për shembull atëherë më kanë falë, mos se di çmimin, po tash është dikun shokët e mi që e kanë ble, dashamirë që e kanë ble mbi 3500. Mbi 3500 e ka vlerën tash. Vlerën tash. A 100 euro ka qenë para një 10 vjetë. E pse po mendon që është ky dallim kaq i madh? Ndoshta që njerëzit e kanë gjetë vendin e duhur për me jetu me Atë pse është infrastruktura që është primarje, një, edhe një tash është ardhën edhe kanalizimi dhe uji, janë të ardhë që keni vrejt udhës tu instalu është, edhe këtu tash pungojnë pak për asfalta dhe në atë kuptimin që s'po kanë se më konë dimrit, a di çfarë bore bjen këtu, tu habitës çfarë bore bjen. Atje bjen pak, këtu bjen gati 30% bjen më shumë. A kishe ardhur me jetu tamam këtu? Unë besoj me zis po pres, me ardhën që me mbjetu qëtu. Me mbjetu 100%, as dyshoj bile në atë aspekt, as 2000 herë si thëmë vetit. Atë vjen edhe familja këtu Po, me jetu? krejt, jam me zispresin. Për ta më respektojnë shkaku i shnetës, edhe më kanë thonë krejt, si shoqja, si fëmija, ba vesh nise. Qysh e përjeton ti këtë pjesë jetës sone pak me pjesën shëndetësore, edhe tu e ndërtu villën, qysh po e shef, a je rahat, a je tu e përjetu kaq mirë? A di pse se këtu është rahatia edhe është gjelbrimi që këtu ploni nuk është mbi gjitha, është pastërtia e madhe, edhe janë menaxhuar koqia mes veti, të lidhur mes vetit një sen së mungon. A pse që këtë hapën janë, çdo sen ka me vlerë për shembull këtu, që kushtojnë kush sprek. Edhe këtë menaxhushim mes vetit. Edhe këtu e kanë në vete kishin ka të venit e poshtë aty te shkolla, është një fshat që po mbledhin këtë katuni marmorit, çdo vit që mbledhen për diasporës për këtë, habitës çabohet. Sa çmir. Qysh kime ndërtu ti këtë villë? Unë villën kështu në atë kuptimin s'po du me bo të madhe, veç sa por me bo formalisht atin që me mbjetue qëta poshtë salon krejt komplet edhe një 2 dhoma thmive që i kam 2 djem edhe kur që tjetër. Apo mendon që një pjesë dërmuese e po tham me qytetarët Prishtinës? Ata shpethop di shpreje, edhe ashta sprejk në atë kuptimin qytetarët, këta këtu i theke na jo po veni pisherit, na po shkojnë në sherë. Do më thonë po mendon që një pjesë e madhe dërmuese, do më thonë po kthehen në katune për me këtu sidomos që të lagje që krejt që të janë orë këtë Prishtinalit janë që të përsham Prishtinës në vërtet, që janë orë dhe pi diasporës ka shumë, sidomos këtë kënjena edhe Presheva. Edhe Presheva kesh, këtu të Preshevës. Po qysh e ke gjetë ti bashkë Mramorin? Unë jam shku se unë punoj në komunë në Gjelbërim, në Tërmale Gjelbërim. Edhe tash atë në komuna në natë lidhën pak me marrëveshje me komunën, edhe do shokët aty të katastrit ma një mund. Tha qështu, tha shka për shnet që atje ki, tha. Edhe kur e mori më befasu, s'kum besu. Qështë ka orë kjo pjesa e ndihmës për shokëve? Shokëve, tash për shembull një kom pas si im burgosin politik, kam qenë pravës e kompletuar edhe burgje tjera servis, edhe tani shok dashamirët Kamosit, Prip Malishevës, Azems Limaj, që është ndërtu si standardim ka një muhe, shumë shok që s'po mu imi kujtu, adin s'po më kujtuam për momentin se asë një cent se këmë thonë, asë një cent. Më thonë krejt mendimin e tyre? Krejt. A jemi mirënjohës? Shumë, adin, s'po di që shmjau përshkrua, s'di që shmjau këthy atë njoje. Qysh ja u kishe kthy për të mirë, për shembull? Në atë kuptimin s'ka s'mujmë me mundësimja për mi ndarë ndim diçka minimum për çështje diçka që më varet për me as 2 herë se thamë. Në atë pam ty këtu i vetëm të punu. Po. A je i gatshëm gjithçka me bo brenda punimeve që i ka tash, adi pse unë tash më ka dhënë vullneti, kur jam konë Turkisë më kanë bu Amerikan. Atje. Edhe tash kur jam nis në aeroplan, me hyp në aeroplan, më thanë visar për kthysi. Tha, nëse testuni ara po moj me më thua jo, edhe mazi që e testun që po moj më thu, doktori kryesor në Bashkëgje më bo, në spital në Bashkëgje, shteti më ka pagu. Krejt komplet, unë jam i lirum që më pagu në shteti, në bo statusi që e kam, se jam edhe ushtare në konë. Edhe tha, nëse si ja vetit kurajo dhe vullnet, tha s'mujnë e bjen vetë. Edhe për qasaj fjale, kur, mos nëllë. Kur. As një moment. As i menoj. Se si ti menoj, ajo tha si ti menon ti vetë lodhë shta, se që kojnë metë atje.
Do më thonë të e ki vullnetin për mini qenë, për me punu, për me arrit, për me... Edhe lodhna e shoh, veç e shoh, dhe tap një 5 minuta apet, heqi si stanë. Se s'ja vlen atë se tash, kur e kam ato as që menoj, që më ndodh bile, a beson? A 3 herë më ka ndodh, 2 herë më ka ndodh në vetur, sulmi, edhe një herë në shpetu angër buk. Edhe heq, apet jam. Ty mi t'i kallzu hekat e mija ti habitësh. Po jenë shumë mirë visar që ka ende kësi njerë si ti edhe ju japin kura jo vullnet krejt atyre që janë në lëkurën tane, më dhe me thonë. E keni edhe një YouTube e më sheni, e keni emnin dhe mbi emnin e sheh aty edhe këshirni kush jam. Tregon pak, a jenë gjendje me e lanë Prishtinën për me ardhë? O pasha zotin, as më bu me më thonë 2 herë i dhënona. Me gjës po pres. Qa që letë? O me gjës po pres, ka dallim me atje si nata me dit. A di për sa vi këtu? Për 20 minuta. A di ku e kam veç të hani dilit që aty deri sa dal pi kallabllokut, këdera këto free. E tregon pak çka mendon për ata, po tham, banorët fshatrave që këshyre me Ama këta banar fshatra se kanë punu, këta shumë kanë hjek. Faktikisht kanë hjek se kanë punu i madh i vogël tash kur e shohin pak kryeqytetin, ju duket pak është doplo ma shtrejt poshtë. Adin, pse unë zdi, bashkë çuditna, çfarë veni këtu, unë s'muj me përshkru, në bëllë në rrugovi, në kone, krejt e di që është mirë, veç këtu është që qetësia me e madhe se atje u mush në rrugovi. Po është diqysh është e ngarku me mentalitetin ndryshë është atje. Këtu është ndryshe. Çka dallon për atje rrugovi këtu ma qetë, atje në pak temperamenta. Pak temperamenta në atë kuptimi se gufin shpejt. Unë jam gjendje, po tëmë edhe i kum bind familjen që me që s'po pres, po më do këtë largë, bilen s'po më vinë ustallarët, herë sot, herë nesër, një dit po, një dit jo, edhe kur vjen puna me njës që qëta s'm kisharë, erdha veç me këshyrë, s'm kisharë, këtha nesër, unë spritoj desat, ku me nejt dejnë frimën e fundit, pa e bose lo. E qka nëse ty një herë veç të mujna me thonë të gërditat për me nejt hala këtu, e kështë shqit në herë? Ja. Unë i kumë thonë edhe thmive, testamentja kumë ljonën, njerësën e babës, sa asun si ja kumë shqit babës, veç ja kumë shtu, në të kuptimin, njerësën e babës ju kësha ljonë, ama net mësma jekni. Së s'dijet për fatin tem në ashtë edhe 100 vjetë të rënoj, po testamente kanë këta, 100 letër ja kumë ljonë, edhe shoqja me bo me shku, te edhe jo së në shqitni. Ka vlerë, për mu ka vlerë. Shumë të madhe ka vlerë. Si mi dhonë, zdi s'ka me më dhonë, me ma dhonë gjysën e Prishtinës, se kësha pranu me. Që sa ke pi duhonin? Duhonin kom pi 15 vjetë, po kur më ka rokë ja, 2008 e kom pas një farsmundje me ilës. E kom jek, mu gërdet edhe mos e kom dhejsë. Mos e ke dhejsë, e ke pas letë për mos me... Jo, a di pse, po do ke me folë me vetë vetën. Baba më kalona, ma ka thonë që se s'folë me vetë vetën, s'un len kur gjo. Thuj 3 herë vetit, o papa, apo do më rënu. Edhe i mullë kom kryq, edhe i kom thonë në vetit. 3 herë, apo do me shku, apo do me nejt. Edhe kom shumë. Edhe kom shumë. 3 paqeta, i kom pi, 7 kafe, njerë në ditë në bërë. Qatë që më ka ljonë, tani kur më brokis muja, më lodhi krejtë. Tregon pak për eksperiencën tonë kur ke shku në Turki, qysh të kanë trajtu? Në koment pak më falimderit ish kryeministit ton, Ramush Haradinit, atër ka qenë funksion edhe kam si kumar në të kuptimin më ka nejt gati si as thmis ves si ka nejt gati që më ka nejt edhe të në tunë për me njëherë më qunë Shqipni e panë që i Petrela një shumë të madhe më ka lyp edhe plus më la 4 pasoja i vetëm edhe drejtori ish Arsim Morina ka qenë drejtori i neurologjisë. Kur erdhë me më para mushi për vizit, para se mi i në operacion 10 minuta. Kur erdhë, si e më shkolla e mirë, thash, po do me i, thash, ky smet. Erdhë edhe drejtori, tha drejtor, a ka pështet, a ka rrugdalje tjetër, pja bën. Tha, ka, se e po që kush erdhë. Edhe tha duhet jash vetit urgjent. U qetha krejt, i heka ketë flakët, këtë 20 minuta për të që me i. Edhe plus 4 pasoj, edhe aj. Mu i milion ose me shku krejt, mund me shku, qatë për me hek. E vetë mja mundësi, thash me rezatin. Kur jom shku në atje, jom konë qatë spitalin bashkë që gjë, aje Amerikan turk,
Në atë kuptimin e ka këtu tani në Turki, 5 spitalet veta i ka. E më ka këfjell. Kur e më bëtë 3 muaj, më këfjell. 37 kg i kom pas. Me flakë, me ketë më kanë ndërë. Që s'ka kanë thonë shtanë këtë njërë. Do më thamë për bjenë që ti ke lidhë për herë dytë. Unë e kom lindë shumë. Së mu 5 herë më ka shkel kerë. Kanata shleperit më ka ranë kry. 8 plagesa. Burg. Sullëm. Edhe je ende se në kom tua të ndërtu... Bile baba më një masë, 2 masa i shkoq. 2 masa i shpirta i era ato. Se 7 shpirta i ka maca, kështë që edhe 2 maca shkun. Tregon visar pak për pjesën e villës, deri kur mendon që kime e përfundu? Po tash koha u ja ka nisë mundësisë, unë e kom pas me kry ma herë, po tani mur ftoft, se kjo as 2 javë si bën që tash. Brenda 2 javë më nësh me As 2 javë si bën, se finalin e kom kry, mu ka pështu ploqa, ploqa kon primare që mu ka pështu, se mos t'i shkon ploqa, i shduft edhe një shumë e madhe për ploq, po mu ka pështu ploqa. Tash kjo veç edhe kulmi u metën edhe me zidu rrethit në altë. A mundemi me Po. ecë pak rreth kësajna? Këtu e kom lënë pak gjën, për me lënë ma gjën. Për shembull, alina kom lënë banjën, që atje kom lënë kaminin, edhe kuzhinën, edhe kurrë tjetër. Në altë 2 dhoma fëmijëve, edhe kurrë tjetër. S'po du me ngarku, se çfarë gjelbrimi bëhet kur bëhet ma vonë, habitësh. Keni me ndrejqë edhe pjesën e jashtme Po, këtu që keni me... Bilem pishat këtë mi ka kollë. Që ka shku pi flakës, tani ku shkuj ku mjellë krejt, a 5 për zyt. Qysh ka shku flaka, ne ju më bëfasu. Para sa vitesh ka ndodhë kjo? Vitin 2024 të nëntor. Do më thonë si ka 4-5 muj? 6 muj dikon. Edhe më thiri komandon të policisë të Vranjevcit, është fatoni, më konë shokit i edhe jam shkollu me të atje. Tha visar, tha, mere dikon të vëzit, tha dhe se të kanë morë diçka për nëse më kallëzu. Me djali erdha, i grati djali, tu ardh. Kur për isha zjarfisat. Ishte që a vetit, isha alla veç pak. Kur e shë, as 20 minuta. Kur e kom po krejt, i kam dhe dëshmit, qysh mu ka kallë krejt, edhe shoh da shamir që ishte përsham 4-5 kuqi që ta më kanë një mu vesh, kur e ka po, gjendin. Si qa që këmë dhënë zërë, që për 3 javë më kanë kry shnija. Vesh mi pru mobilit këmë po, qatë det. Me banje kryva qatë det, me kuzhin, me krejt vesh mobilet. Edhe kur këmë thire nane 25 më rami, hajde tha. Edhe ta se këmë morë këto, që krejna. E këmë dhënë pak hapësirë. Se si shpia unë e në banes, aty se e këmë dhënë me ndërtim, edhe ta që këmë dhënë banesa është si më konë në pejzorit. Që e mësu në shpe, atje banesa është vesh për dimën. Në të kuptimin adin që s'ka kush shkon, edhe është me në zënd, edhe që hargjën ma shumë. Se si shpia që të ratën, së më ratën asë një. Edhe mo këj vend, jam gjendje gjithë shkam bedhon për ta. Edhe frymë, që kushive janë qarë. Këtë të unë e vinë, se kur si ushqin, të unë e rrinë. Ta këmë lënë vetë qështu, që me kur bëhen gjelbrimi, qatë që më një mënë që s'ta mërmenja. Qa me dhenë për shamu për pjesën e rinis që këqyren me dalë banesa, unë e vesh djallit, a e guzu për i gzimi qatë që ka kajt një avë ditë të kësë po besoj babë që e ke marë. Djalli janë. Qash marakle, që qatë që më ka harë kuraja që të ke qysh e ti, të ke qysh më harë të. Po me kohën tani kur edhe më adaptua i një kati kur e nisa me ndër ato me renovu mrena. I pëlqej shumë edhe tani tha unë nuk shkej bap jashtë mo. As për jashtë ka pas me shku bilim, tha jo, tha këtu të mene. Tani e kuptoj s'mujnë teme se s'kom pas me më shef. Po ka kuptu pi shoshnis teme tani. Tash është, adin ka thonë jas, shulqej. Dit jam i kam, jas, këtu veç këtu. Dhe më thonë ata ka vendos me jetu me ty. Po, adin atë kuptimin që thashin qyshe ke menu këti këta, me orë këtë. Visar po mjenë shumë mirë për këtë pjesë edhe po besojna që shumica kanë me marrë dhe mësem shumë të mirë prej teje. Po ma vlerë ka, pasha zotin qa ka vlerë që tu s'ja din këta alo rëndësin. Qyshe kishe cilësu për vesh mu ullë na që qështu për shambull, vesh trej qebën,
verës, ati çfarë knaçi bilbylat, natën tani bora këtu me pa borën te përgjithsisht rrugova. As Brezovica, ati qa bëhet të borë? Të shtëpia villa mu ka mush. Deri në katin e dytë bora. Qatë shumë. Qa është borë bjen këtu? Për vjen shumë mirë se edhe për çfarë arsye kena dalë me pa jetën e Ndërsa për juve që keni gjetë kohë dhe jemi njerëz që do të del publike dhe ta shohin çka është fshatri. Ky është një Unë kam mesazh, vlerë për mua. mesazh shumë përçues. Shumë. I kisha falenderu të gjithë shokëve dashamirëve për mua që më kanë mundësu që ta më ardhe këtu, edhe fshatarëve këtë komplet që janë këtu, ju kisha lutë që mos elçani vendin se kjo është një gjysë e jetës të vazhdon. Në atë kuptimin nuk të lodh ky gjelbërim. Këtë përtrim, këtë qelizat mi ka përtri. Që i kom pas të vdekun qelizat këtë më ka përtri. Jo që me livdu tepër, po e kom pa live edhe kom përjetu live. Jo veç mi au bo rrafsh, po pa shatë zotin e kom përjetu. A mendon që ka me hyp vlera Po, e këtij vendi? Po, që qaj që ati jepshe, 4.500. I ka marrë 10 ari, 3 vllaznika 10 ari kanë marrë. Janë top han janë ata, ardi, zjev ka ronë sy ardi, e ka salonin e kjerëv që e kanë, që e ku e ka. Për 3 jave ka kry. Qa që i ka dhonë zër, 3 vllaznia i kanë dhonë thash zër me kry. Misar, faleminderit shumë për krejta thonat, informatat edhe mesazhet përçuese dhe krejt vullnetin që te ja u ke përçu përmes kësaj interviste njerëzve që kanë nevojë me ju dhon vullnet kështu me gjendje shëndetësore që e kanë si ju. Faleminderit shumë prej teje. Respekt edhe ju, faleminderit, ju priftë mbara. Faleminderit shumë. Ishte ky rrugtimi i fshatit Mramor të dashur miq. Pam shumë shtëpi të cilat janë të mbyllura e shumë shtëpi të cilat janë të pabanueshme. Siç po duket, këto shtëpi të cilat janë të mbyllura kanë dalur të jetojnë në Prishtinë e kanë lëshuar fshatin e tyre. Por megjithatë ne kemi pa këtu shumë villa me cilën janë të u ndërtuar, janë në proces e sipër dhe njëri nga ta na tregoi shumë se nga Rrugova e deri në Mramor ka ardhur për të jetuar bashkë me familjen e tij, duke ndërtuar villën bashkë me shoqërinë e tij. Ne tash për tash po tentojmë për fond ta thrasim edhe diçka që e kemi marrë numrin e tij në pankartat këtij fshati për ta pyetur se sa po shkon një ari tani për tani në këtë fshat. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Jam Eliona gazetare. Kush? Eliona jam gazetare. Po? Jemi këtu në fshatin Mramor edhe pash numrin tonë këtu me një pankart gjatë rrugës që kesh tu hec. Po? A muj me ju pyet se pash që shitni toka, apo më tregon sa e keni arin? Po, kemë edhe rreth rrugë edhe ma poshtë. Ne kemë parcella ndonë ka 5 ari. Ka 5 ari, sa kushton një ari? Këtë në Mramor një ari kushton 4.000 euro. Na i kena ka 5 ari që 5 ari bin 20.000 euro. 5 ari 20.000 euro. Po. A më tregon pak që shukon para 10 viteve ose ma herë që shukon ari? Nuk e di, na jem Prishtinës, po që jena orë të në Mramor, këna ble tokë edhe këna ble ka gjamati, na këna morë, me thënë drejtë, na këna morë ka 80 euro një ari, po as ka pos rrugë, as rrim, as... Do më thonë 80 euro u kon ari kur e keni marrë ju e tash për tash po kushtoj ka 4.000. Po, për shkak villa, rrugës, rrimës... Tregon pak se na këtu morëm informacione që po shkon ari shumë shtrejt. A keni naj vill këtu që i keni të ndërtu me në arin e ju? Po i kena dy në Mramor, edhe ato i shesëm. Sa ishte një vill? Një vill është 180 metra katror, dikon me 2 orë e gjysë a barë, 3 orë e gjysë komplet, 186.000 euro po çmimin. 186.000. Po. Në rregull, faleminderit shumë. E shumë sa një të në kalim. Këto ishin pra edhe informata cilët na i dha njani prej banorëve të këtij fshati që e shet arin, e shet villa me cilën pas ka edhe villa në arin e tij. Kjo i bjen që
dallimi është tepër i madh, prej 80 euro në 4.000 euro një ari tokë. Të dashur miq, kaq kishte nga fshati Mramar i Prishtinës. Për krejt ju që keni dëshirë të na shihni në fshatrat e juaj, na shënoni në koment në faqen tonë. E nga Mramori deri në fshatin e juaj, mirëmbëjtje.